Pas zyrtarizimit të 4 nënkryetarëve të rinj të Bashkisë Fier, zëvendës kryeministre Belinda Balluku në një prononcim për mediat ka pohuar se ky proces ka nisur disa muaj më parë për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë, me qëllim rritjen e cilësisë, shërbimeve dhe transparencës ndaj qytetarëve. Sapo prezantuam 4 nënkryetarët e rinj, kemi nisur një proces me kryetarin prej disa muajsh për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë. Pikërisht ajo që tham në takimin me punonësit është që pas një pune shumë të mirë që është bërë këtu në Fier, duhet thënë që Fieri ka ndryshuar 4 dhe është normale që ti sa më shumë punon, sa më shumë ngre, aq më shumë rritet kërkesa e qytetarëve. Për këtë arsye, duhet një riorganizim i thellë dhe një ndarje e mirë e detyrave, digitalizimi i proceseve të Bashkisë së Fierit dhe mbi të gjitha transparencë për qytetarët, diçka që kërkohet kudo sot në administratën publike dhe lokale. Besoj që me grupin e nënkryetarëve, për Armandon puna do të jetë më e thjeshtë, territoret do të jenë më të mbuluara dhe qytetarët do të jenë më afër administratës lokale. Kryebashkiaku i Fierit Subashi ka theksuar se ky është një proces që do të vazhdojë edhe në nivel institucionesh vendore. Mbi bazën e strukturës së re, padyshim që do të respektohen të gjitha normat dhe aktet ligjore në fuqi, në radhë parë duke respektuar statusin e nënpunësit civil dhe ligjin për nënpunësit civil, dhe pjesa tjetër pastaj e organikës dhe strukturës që trajtohet me kodin e punës, sigurisht do i nështrohet rregullave që parashikon kodi i punës. Pra, në 2-3 muajt në vijim, le të themi, bashkia do të vazhdojë të jetë në një proces ristrukturimi, plotësimi të organikës, plotësimi të drejtorive, ku do të parashikojmë edhe gjithë kriteret për çdo pozicion pune, për çdo drejtori, sipas funksionalitetit që ato do të kenë. Dhe besoj që me miratimin edhe të buxhetit dhe të paketës fiskale në fund vitit, padyshim do të bëjmë një ristartim, mendoj, të fuqishëm në muajt në vijim për të përballuar me sukses sfidat e reja në fakt që kërkon koha në përgjithësi, qeverisja, por edhe qyteti i Fierit në veçanti, padyshim, ku ne dim shumë mirë që edhe pse kemi bërë shumë punë, prap gjithmonë me njëri tjetrin themi që kemi akoma shumë për bërë. Ndërkohë për sa i përket zgjedhjeve të pjesshme që do të zhvillohen në disa bashki të vendit, Balluku është shprehur e bindur se Partia Socialiste do të ketë të njëjtin sukses sikurse ka patur në 11 maj jo vetëm në Fier, por në mbar Shqipërinë. Zonja Balluku, prisni që suksesi i Fierit të shoqërojë edhe në Tiranë me fushatën në Petatoshki? Unë pres që Partia Socialiste të ketë të njëjtën mbështetje, ashtu siç pati në Fier, ashtu siç pati në Tiranë në 11 maj, të ketë edhe në zgjedhjet vendore të pjesshme, kudo që ato ndodhen në Shqipëri.